Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe ALK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dërhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje institucionit, do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie.